spoke about Dion and Arnold earlier. Po fliste për mua dhe Arnoldin më para. And it really is amazing to me watching what the Lord has done with these two men. Dhe është e mrekullueshme që pash çfarë Zoti kishte bërë me ne të dy. And the truth is this morning Dhe e vërteta është këtë mëngjes that none of us deserve to be here. që asnjëri nga ne nuk e meriton të jetë këtu. None of us deserve to be used by God. Asnjëri nga ne nuk I meriton të përdoret nga Zoti. None of us just deserve to be here, period. Asnjëri si meriton të jetë këtu. But listen, don't be discouraged by that. Por mos u shkurajoni nga kjo. Some of you put your heads down when I said that. Nisa nga ju I ulët kokët poshtë kur e thash këtë. Be encouraged that we don't deserve to be here. Inkurajoni që ne nuk meritojmë që të jemi këtu. And you may think, well, how is that encouraging? Dhe mund të thuash, si mund jetë kjo inkurajuese? It's encouraging because we have a God who loves us. Është inkurajuese sepse kemi një Zot që na do neve. He does not love us because of what we've done. Ai nuk na do neve për atë çfarë bëjmë. He does not love us because of our ability to do things. Ai nuk na do neve për shkak të aftësive tona për të bërë gjëra. What can we do for such a great God? Çfarë mund të bëjmë ne për një Zot kaq të mirë? He loved us because he chose to love us. Ai na deshte neve sepse ai zgjodhi të na deshte. We don't win the love of God by our good works or our ability. Ne nuk e fitojmë dashurinë e Zotit nëpërmjet punëve të mira ose aftësive që kemi. The love of God is not won and cannot be earned. Dashuria e Zotit nuk është një dhe nuk mund të fitohet. It is given. Ajo jepet. It was given on a cross for me and you. Ajo u dha në një kryq për mua dhe ti. I don't deserve it. Unë nuk e meritoj. I don't deserve to be standing here before you today. Unë nuk meritoj të shndroj para jush sot. To be honest, what I deserve Dhe të jemi sinqert çfarë unë meritoj is to be in the lake of fire. është që të jem në liçenin e zjarrit. But what is encouraging to me is Por çfarë është inkurajuese për mua është God loved me so much Zoti më deshte aq shumë that he gave his son to save me. që ai dha birin e tij të më shpëtonte mua. And he knew me Dhe ai më njinte mua before I got saved. përpara se të shpëtohesha. And he loved me anyways. Dhe ai prapti më deshte. He knew you before you got saved. Ai u njinte juve para se të shpëtohesh. If you're saved in here this morning. Nëse jeni të shpëtuar. And if you've been saved, Dhe nëse jeni të shpëtuar, he saved you in spite of who you are ai ju shpëtoi pa marrë në mendje se çfarë ishit and what you've done. dhe çfarë keni bërë. Every day his mercies are new. Çdo ditë mëshirat e tij janë të reja. And I thank God for that this morning. Dhe unë falenderoj Zotin këtë mëngjes. You have nothing to put your head down about Nuk keni pse të ulni kokën, unless you've never been saved. vetëm nëse kur nuk keni shpëtuar, But you've come to a good place this morning por keni ardhur në një vend të mirë këtë mëngjes, where you can be saved. ku ju mund të shpëtoheni. And if you are a child of God, Dhe nëse jeni një fëmijë e Perëndis, you need to lift up your head high this morning atëherë duhet ta ngrini kokën lart and remember how great your God is. dhe të mbani mend se sa I mirë është Zoti juaj. He's wonderful. Ai është I mrekullueshëm. And I can tell you this morning that if you give everything to him, Dhe ju them këtë mëngjes, nëse jepni gjithçka atij, he can use you also. ai gjithashtu mund t'ju përdori juve. I want to preach on that this morning. Do të predikoj për këtë mëngjes. The book of Jeremiah, chapter number 1. Libri I Jeremias, kapitulli 1. I want to preach on this thought. Do të predikoj në këtë temë, The call of a servant. thirrja e një shërbëtori. Before we read the text this morning, Përpara se të lexojmë shkrimet këtë mëngjes, I want to pray and I want to ask God to help us. do të lutem dhe të pyes Zotin që të na ndihmojë. And so you pray with me and for me this morning. Që lutoni me mua dhe për mua. Father, in Jesus' name, Lord, we are thankful for you. Thankful for the Son of God. Thankful for the sacrifice, Lord God, that you paid on the cross of Calvary. Lord, there are people that have walked in here this morning not knowing what they would hear, God, when they walk through those doors. I pray, God, that you would please use the words of God and convict hearts and draw sinners. I pray, God, that you would use the words of God to convict saints and draw them to service, God. I pray, Lord, that you would please echo these words in our hearts this morning, that we might not sin against you, that we might not run from you, God, but that we might know that God loves us and will use us if we will surrender all to him. God, help us, Lord, we pray today with what we read and what we preach.
Help me, God, to empty out everything that you've put inside. Lord, we're thankful for you. We'll give you all the praise and all the glory in Jesus' name. Amen? And amen. All right, let's look at what the Bible says this morning. Le të shikojmë se çfarë Bibla thot. Jeremiah chapter number 1 Jeremia kapitulli 1 and verse number 1. dhe vargu 1. I'm going to read it verse by verse, Do ta lexoj varg për varg and Dion will translate it as I read it. dhe unë do ta përkthej derisa e lexon. All right, the Bible says the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. Bibla thot, fjalët e Jeremiaut, biri i Akleut, nga priftërinë që ishin në Anatot, në truallin e Benjimanit. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, the king of Judah, in the 13th year of his reign. Tek I cili fjala e Zotit erdhi në ditët e Joziaut, biri I Amonit, mbret I Judës, në vitin e 13 të mbretërimit të tij. And it came also in the days of Jehoiakim, and the son of Josiah, the king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, and the king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Fjala erdhi edhe në ditët e Jehoiakimit, biri I Joziaut, mbret I Judës, deri në përfundimin të vitit të 11 të Zedekiaut, biri I Joziaut, mbret I Judës, deri në shpërnguljen e Jeruzalemit në robëri, në muajin e 5. Then the word of the Lord came unto me, saying, Atëherë fjala e Zotit erdhi tek unë duke thënë: Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Përpara se të formoja në bark të nënës të njoha, dhe përpara se të dilje nga ani I barkut, të shenjtyrova dhe të emërova profet për kombet. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Atëherë unë thash, Zot Perëndi, ja unë nuk mundem të flas, se jam fëmijë. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Por Zoti më tha, mos thua jam fëmijë, sepse kam për të shkruar të gjitha atë të cilët do të dërgoj, dhe ke për të folur gjithçka që do të urdhëroj. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Mos I ki frikë fytyrat e tyre, sepse unë jam me ty për të çliruar, thot Zoti. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Atëherë Zoti zgjati dorën dhe më preku gojën, dhe Zoti më tha, ja, I kam mën fjalët e mia në gojën tënde. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down and to build and to plant. Shiko, në këtë ditë unë po të vëm mbi kombe e mbi mbretëri, për të shërënjosur, për të rrëzuar, për të shkatruar, për të shëmbur, për të ndërtuar dhe për të mbëltuar. The call of a servant. Thirrja e një shërbëtori. I don't think I'll be able to preach this how I have it written here this morning. Nuk e di nëse do e predikoj si e kam të shënuar. And so please be patient with me. Kështu ju lutem të keni durim. There may be some confusing verses in here if you're not careful when you read them. Mund të ketë disa vargje që të konfuzojnë nëse nuk e lexoni me kujdes. Can I say to you this morning that every child of God, Mund t'ju them këtë mëngjes që çdo bir I Perëndis, God has something for you to do. Zoti ka diçka që ju të bëni. And what if you are a person who loves to pray and spend time with God? Por nëse ju jeni një person që ju pëlqen shumë lutja dhe të kaloni kohë me Zotin, Can I tell you that I need you? mund t'ju them që ju më duheni. Maybe that is what God wants only for your life. Ndoshta kjo është se çfarë Zoti do për jetën tuaj. And that is okay. Dhe kjo është në rregull. Don't be discouraged by that. Mos u shkurajoni. Two of my best friends in the world that God has given me in America Dy nga miqt më të ngushtë të mua në Amerikë have two totally different personalities. kanë dy personalitete të ndryshme. I have one friend and I say that he holds a sword. Kam një mik që them që ai mban një shpatë. He is a Bible student and an amazing preacher. Ai është një student I Biblës dhe një predikues I mrekullueshëm. He grew up in the things of church, Ai u rit në gjërat e kishës, unlike I did.
jo si mua. He's been around great men of God in his life. Ai ka qenë rreth njerëzve të mëdhenj për Zotin, And he will tell you how it is, no matter if he hurts any feelings. dhe ai do t'i thotë si është, pavarësisht sa mund t'ju lëndoj ndjenja. And you guys all met him. That was Brother Jared. Dhe ju mund ta njihni këtë sepse ishte vllai Xhered, The second friend dhe miku I dytë makes supplication, humble prayers. bën lutje të përulura. And I love to hear him pray. Dhe mua më pëlqen shumë kur e dëgjoj atë të lutet. It is as if he grabs a hold of the very altar of God Është si ai të mbaj vet altarin e Zotit and shakes the altars of heaven. dhe ai tund altarët e parajsës. He's a warrior of prayer. Ai është një luftëtar I lutjes. I'm thankful for both men equally Ja falenderoj për të dy barabartë, because I need both of them in my life. sepse unë I dua të dy në jetën time. What I'm trying to say is this. Çfarë po përpiqem të them është, Maybe God wants for your life to pray ndoshta Zoti do për jetën tuaj që të luteni. and pray more than anybody prays Dhe lutuni më shumë se çdo njeri tjetër lutet. and to grab the altars of heaven Dhe të mbash altarët e parajsës. and cry aloud for the things of the church Dhe të thërasësh me zë të lartë për gjërat e kishës. and for the pastor Dhe për pastorin. and for the families here in the church. Dhe për familjet këtu në kish. Do not let anything prevent you from calling out on God. Mos lini asgjë që t'ju pengoj për të thëritur Zotin. Don't let the world or the devil discourage you Mos e lini botën ose djallin t'i shkurajoj and tell you that all you can do is pray. dhe t'ju thot maksimumi që mund të bëni është vetëm lutja. Anyone who thinks that does not know the power of prayer. Të tërë këta që e bin këtë nuk e din fushinë e lutjes. God wants you Zoti ju do juve and I need you. dhe unë ju dua. Pray. Lutuni, Maybe God wants you to be a preaching witness. ndoshta Zoti do që ju të dëshmoni dhe të predikoni. Everywhere you go, carry many gospel brochures with you. Kudo që veni të mbani shumë broshura dhe ungjille. Take your Bible everywhere Merrni Biblën kudo and witness to people everywhere you go. dhe dëshmojni njerëzve kudo që të shkoni. It's you who God will use to bring people here in the church. Është ju ai që Zoti do përdor që të sillni njerëzit në kish. And it's the warrior of prayer who has prayed for that person to be there. Dhe është ai luftëtari I lutjes që është lutur për atë person të vit. These things all work together. Këto gjëra funksionojnë së bashku. God has called me to preach his word. Zoti më ka thëritur mua të predikoj fjalën e Tij. God has called Arnold to preach his word. Zoti ka thirrur Arnoldin të predikoj fjalën e Tij. The Bible says how beautiful are the feet of those that preach the gospel of peace. Bibla thot sa të bukur janë këmbët e atyre që predikojnë ungjillin. The Lord uses Arnold in the church Zoti përdor Arnoldin në kish and in this city for his glory. dhe në këtë qytet për lavdërinë e Tij. And if you were here on Wednesday night, Dhe nëse ishit të mërkurën, it is very obvious to all of us është shumë e qartë për të tërë neve the Lord's calling that he's put on Arnold's life. për thirrjen e Zotit që ka vënë në jetën e Arnoldit. I've been making a joke all week, Kam bërë këtë shaka të javën and Arnold knows what I'm about to say. dhe Arnoldi e di se çfarë do them. Arnold scared me to death on Wednesday night. Arnoldi më trëmbi të mërkurën. There were some things going on with the screens and things that you could not see. Ishte diçka gabi me këto ekranet, por nuk mundi shikonit. And Arnold was preaching and preaching hard. Dhe Arnoldi po predikonte fort. And I was occupied trying to fix these things. Dhe unë isha e zënë duke rregulluar këto gjërat. And Arnold got a hold of God. Dhe Arnoldi mori një dorë të Zotit. And when he was preaching, Dhe kur po predikonte, he had his Bible right there. kishte Biblën And he said, I tell you right now, dhe e plasti dorën dhe thot, ju I them tani, was sitting in my chair. unë isha unë në karikën And time I was messing with all of those things I had in my hand. dhe po rregulloj ato gjërat që kisha në dorë. And when he did that, Dhe kur e bëri, I said, yes, that's right. joqa dhe thash, po, e ke të drejtë. God has called him to preach. Zoti e ka thëritur atë që të predikoj. There are some that God calls to go. Ka disa që Zoti thëret për të ikur. He calls them to go to other places and to preach the gospel. I thëret të shkoj te vendet e tjera dhe të predikoj ungjillin. That's what God has put in my life. Kjo është çfarë ka dhënë Zoti në jetën time. That's why I'm here in Albania. Dhe ja pse jam këtu në Shqipëri. This is my home. Kjo është shtëpia ime. As some preachers, God asks to stay. Dhe shumë predikuesve Zoti i thotë që të qëndrojnë. Some preachers, God asks them to go.
Disa predikuesve Zoti ju thotë të largohen. What I'm trying to tell you this morning is this. Çfarë po përpiqem të them këtë mëngjes është kjo. God has something for everyone. Zoti ka diçka për të tërë. You don't have to make something happen yourself. Nuk keni pse të bëni diçka të ndodhni nëpërmjet vetes tuaj. God has something for you to do. Zoti ka diçka për ju që të bëni. You just have to figure out what that is. Ju vetëm do të gjeni se çfarë është kjo. And it's whatever it is. Dhe pa rëndësi se çfarë është, We have the wrong concept of things that are greater and smaller. ne kemi konceptin e gabuar të gjërave se kush është më e madhe dhe kush është më e vogël. Because you have to think about how great God is. Sepse do të mendoni sa i mirë dhe i madh është Zoti. And if God tells you to do something, Dhe nëse Zoti ju thotë të bëni diçka, whether it's to sit in that chair and pray, vetëm nëse është të ulesh në atë karrige dhe të lutesh, whether it's to sit in that chair and encourage the preacher while he's preaching, apo të ulesh në atë karrige dhe të inkurajosh predikuesin, or whether it's to go across the world and be a witness to someone, apo të ikësh në anën tjetër të botës dhe të dëshmosh dikujt, whatever comes out of the mouth of God, of the will of God, çfarë vjen jashtë gojës së Zotit dhe dëshirës së Zotit, there is no little thing. nuk ka asnjë gjë të vogël. People try to make things happen themselves. Njerëzit përpiqen të bëjnë gjërat vet. And when they do that, Dhe kur e bëjnë këtë, they're saying they are not satisfied with what God has given them to do. ata po thonë që nuk janë të ngopur me atë që Zoti ju ka thënë që të bëjnë. God had a plan for Jeremiah, Zoti kishte një plan për Jeremian and it was sent of God. dhe ishte dërguar nga Zoti. It was a wonderful call on his life. Ishte një thërritje e mrekullueshme në jetën e tij. And all of us this morning can gain encouragement Dhe të tërë neve mund të marrim inkurajim and confidence dhe konfidencë in the call that God has put on our lives në thirrjen që Zoti ka vënë në jetën tonë. by looking at this plan that God had for the life of Jeremiah. Duke parë në këtë planin që Zoti kishte për jetën e Jeremias. Watch these closely this morning. Shikojini me kujdes. Number one, the background, the history of his call. Së pari, historia e thirrjes së tij. God called Jeremiah to his nation. Zoti e thiri Jeremian në kombin e tij. He was not to go to other places. Ai nuk do të shkonte në vende të tjera. God called him to his nation. Zoti e thiri në kombin e tij. Now, Jeremiah was known as the weeping prophet. Tani Jeremia njehej si ai profeti që qante. He also wrote the book of Lamentations. Ai gjithashtu shkruaj ti librin i vajtimeve, All right. And which follows the book of Jeremiah. që është pas librit të Jeremias. God judged Israel for their sin. Zoti gjykoi Izraelin për mëkatin e tyre. And Jeremiah writes about it and cries out to God over it. Dhe Jeremia shkruan për këtë dhe qante tek Zoti për këtë. And God had called him to announce that judgment Dhe Zoti e kishte thirrur Jeremian që ta njoftonte këtë gjykim on the nation në kombin and to call Israel to repentance. dhe t'i thëras Izraelit që të pendohej. You can find that in verse 10. Mund ta gjeni te vargu 10. Let's read verse 10 again together. Le të lexojmë vargun 10 përsëri. The Bible says, "See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down and to build and to plant." Shiko, në këtë ditë unë po të vi në mbi kombe e mbi mbretëri, për të shërënjosur, për të rëzuar, për të shkatruar, për të shembur, për të ndërtuar dhe për të mbërtuar. He was to tear them down and to build them back up. Ai duhet t'i shërënjoste ata dhe t'i ndërtonte përsëri. He was a preacher. Ai ishte një predikues. He was God's preacher to his own nation. Ai ishte predikues si i Zotit për kombin e tij. But look at God's timing. Por shikoni kohën e Zotit. God had a preparation time for Jeremiah. Zoti kishte një kohë përgatitje për Jeremian. There is a lot of talk about time in the first few verses. Ka shumë fjali për kohën në vargjet e para, But then look at verse number 4 with me. por shikoni vargun numër 4. It says, "And the word of the Lord came unto me, saying." Atëherë fjala e Zotit erdhi tek unë duke thënë. Then the word of the Lord came. Atëherë fjala e Zotit erdhi. It came after a time of preparation. Erdhi pas një kohë përgatitje. Don't be discouraged by the times that God has you sitting down and learning. Mos u shkurajoni në kohët kur Zoti ju thotë që të uleni dhe të studioni. Any time that God does anything in the heart of a child of God Çdo kohë që Zoti bën diçka në zemrën e një fëmie të Perëndis and shows them what He wants them to do, dhe ju tregon se çfarë ai do që ata të bëjnë, there is a preparation time.
ka një kohë përgatitjeje. Why are all these things so important? Pse janë këto gjëra kaq të rëndësishme? Well, because this coming year we will outreach into this city more than we ever have. Sepse këtë vit që vin, ne do të shpërndajmë më shumë në këtë qytet se çfarë kemi bërë vitet e kaluara. I was speaking to Brother Vogely the other day, Po flisja me vllajin Vogli and he said to me, soon you will have 250,000 Bibles. dhe më tha se shpejti do të kesh 250.000 Bibla And they're going to use the garage in our home to store them all. dhe do të përdorin garazhin e shtëpisë sime për t'i mbajtur ato. But he said they won't stay there long Por ai tha nuk do të qëndrohen aty gjatë because many people in churches will come and take the ones that they need. sepse shumë njerëz dhe kisha do të vinë dhe do t'i marrin. I hope he's not listening to the recording this morning, Dhe shpresoj mos të dëgjoj këtë mesazhin sot, because I thought to myself, sepse mendova me veten. I wish I could tell them that there were none left for him to come get, Shpresoj t'i thosha që nuk ka mbetur asnjë që ai të merrte, because we've given them all out into the city. sepse ja kemi dhënë tërë qytetit. We can give nearly half of those Bibles right out here in Valora Ne mund t'japim gjysma të këtyre biblave këtu në Vlorë and the villages surrounding us. dhe në fshatrat që na rrethojnë. What does God want you to do? Çfarë do Zoti që ju të bëni? What has God been preparing you to do? Çfarë ju ka përgatitur Zoti që ju të bëni? I'm just talking plainly this morning. Thjesht po flas në mënyrë të qartë, I have so much on my heart. ka më shumë në zemrën time, It's just going to come out the way that the Lord does it. thjesht do të dali në mënyrën që Zoti do. Some of you go through or have been through many hard times in your life. Disa nga ju keni kaluar kohë të vështira në jetën tuaj And have you ever thought that God has allowed those times in your life dhe a keni menduar ndonjëherë që Zoti i ka lejuar këto kohë because He's preparing to use you? sepse ai po përgatitet që t'ju përdorë juve. God has given you many tears, Zoti ju ka dhënë shumë lot and it will be you that prays for the families here dhe do të jetë ju ai që luteni për familjet and grabs a hold of the altars of heaven dhe mban altarët e parajsës and pours out your tears before God dhe i shan lotët përpara Zotit for a husband or a wife that needs to be saved, për një burr ose grua që duhet të shpëtohet, or for a family that's going through sickness and hard times. apo për një familje që po kalon sëmundje dhe kohë të vështira. You have many tears because God's been preparing you Keni shumë lot sepse Zoti po ju përgatit juve to be a warrior of prayer. që të jeni një luftëtar i lutjes. And now you can take those things to the altars of heaven Dhe ju mund i merrni këto gjëra në altaret e parajsës and not only pray for yourself, dhe jo vetëm të lutesh për vete, but you can pray for others that are experiencing the same thing. por mund të luteni për të tjerët që po kalojnë të njëjtat gjëra. God's allowed those things to happen Zoti ka lejuar këto gjëra që të ndodhin because God's preparing you. sepse Zoti po ju përgatit. Maybe the only thing that you can think about most days are the scriptures. Ndoshta e vetmja gjë që mund të mendoni këto ditë janë shkrimet. Maybe God is preparing you to be a big witness for His word, Ndoshta Zoti po ju përgatit që të jeni një dëshmitar i madh për fjalën e Tij, or to teach His word or preach it. ose të mësoni fjalën e Tij ose ta predikoni. Maybe God has taken many things out of your life Ndoshta Zoti ka marrë shumë gjëra nga jeta juaj and convicted you to live a careful and clean life before Him. dhe ju ka ndërgjegjur juve që të keni një jetë të pastër përpara Tij, Because God is preparing you to be the greatest witness this nation has ever seen. sepse ndoshta Zoti po ju përgatit që jeni dëshmitari më i madh që ky kop ka parë. You don't have to go 10,000 kilometers to do something for God. Nuk keni pse shkoni 10.000 kilometra të bëni diçka për Zotin. It starts right here in one of these chairs. Ajo fillon tek një nga këto karike këtu. Maybe God wants you to be here in this church and here in Valora. Ndoshta Zoti do që ju të jeni në këtë kishë ose në Vlorë. Yes, Pastor, but I have dreams to go outside of Albania. Dhe po pastor ka mendra, do të largohem nga Shqipëria, But it wouldn't be in the will of God. por nuk do të jetë dëshira e Zotit. Some of you love to read books. Disa nga ju pëlqejnë shumë librat, I know several people in here do. disa njerëz që i lexojnë. Do you think that God gave you a love for books A mendoni që Zoti ju dha një dashuri për librat so that you can get in this word and pull deep truths and devotions out of the Word of God? që ju mund t'i futeni thellë fjalës së Tij dhe të merrni të vërteta të mëdha? How many more things, because you love to read, could you pull out than we can? Sa më shumë gjëra mund të marrësh ti nga kjo libër, sepse ti të pëlqen të lexosh. Maybe God has put you in many positions in your life to help others. Ndoshta Zoti ju ka vënë në shumë pozicione në jetën tuaj që të ndihmoni të tjerët. I need help.
Mua më duhet ndihmë. The church needs help. Kisha si duhet ndihmë. Miss Chelsea needs help. Zonja Chelsea duhet ndihmë. God has something for you to do here. Zoti ka diçka që ju mund të bëni këtu. God has something for everyone. Zoti ka diçka për të tërë. Now I want you to look at a verse that is often preached wrongly. Tani do të shikoni një varg që shpesh predikohet në mënyrë të gabuar. Verse 5. Vargu i 5. The Bible says, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Përpara se të formoja në bark të nënës të njoha dhe përpara se të dilje nga ani i barkut të shenjtërova dhe të emërova profet për kombet. Before Jeremiah was ever formed in the womb of his mother, Përpara se Jeremia të formohej në barkun e nënës, God had a plan for him. Zoti kishte një plan për atë. God says here, before he was born, Zoti thot këtu para se të lindej, he sanctified him. ai e shenjtëroi atë. What does that mean? Çfarë do të thot kjo? How is that possible? Si është e mundur? It doesn't mean that God put holiness on him, Nuk do të thotë se Zoti i vuri gjëra të shenjta brenda tij, like some people like to preach. si disa njerëz që pëlqen të predikojnë. That word literally means Kjo fjalë do të thotë to be set apart for something else. që të ndahesh për diçka tjetër. God set him apart for the purposes of God. Zoti e ndau atë për gjërat e tij. And he let him be born in a place where he could hear about God Dhe ai e la atë që të lindej në një vend ku ai mund të dëgjonte për gjërat e Zotit and to be used by God. dhe që të përdorej nga Zoti. It says in the last part of the verse there Thot në pjesën e fundit të vargut that before Jeremiah came out of the womb, që përpara se Jeremia të dilte nga barku, God ordained him to be a preacher to the nations. Zoti e emëroi profet për kombin. Does that mean that Jeremiah was called to preach before he came out of his mother? A do të thot kjo se Jeremia do të predikonte përpara se të dilte nga barku i mamit? No, it means that that was the plan that God had for his life. Jo, kjo thjesht do të thot që ky ishte plani që Zoti kishte për jetën e tij. But Jeremiah would have to listen, Po Jeremia i duhet të dëgjonte and Jeremiah would have to surrender himself to that call. dhe Jeremia duhet ta lëshonte veten për këtë thëritje. I want to move to the next point. Doa të kaloj te tema tjetër, The battle of his call. beteja e thirrjes. Do you know that even though God had these plans for Jeremiah, A e dini që Zoti kishte këto plane për Jeremian? Jeremiah could have run from them. Jeremia mund t'i largoj prej tyre. Look at the excuses he gave in verse 6. Shikoni justifikimet që ai dha në vargun e 6. The Bible says, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Atëherë unë thash, Zot Perëndi, unë nuk mundem të flas, se jam fëmijë. He says, I can't speak good. Ai tha, unë nuk mund të flas mirë. Well, he's relying on his own ability Por ai po mbahet në aftësitë e veta and not the ability of the Lord, which is without limit. dhe jo në aftësitë e Zotit që janë pa limite. God tells you to do something from him. Kur Zoti ju thotë që të bëni diçka për atë, It has nothing to do with your ability, nuk ka asgjë të bëjë me aftësitë tuaja, but it's God's ability to do that thing with you and for you. por është aftësia e Zotit që ta bëjë këtë gjë me ju dhe për ju. This is not my call to Albania. Kjo nuk është thirrja ime për në Shqipëri. That sounds strange. Kjo mund të duket edhe çuditshme. This is the Lord's call to Albania that he's put on my life. Kjo është thirrja e Zotit për në Shqipëri që ka vënë në jetën time. This is not my call to preach. Kjo nuk është thirrja ime që unë të predikoj. This is the Lord's call to preach that he's put on my life. Kjo është thirrja e Zotit që unë të predikoj, që ai ka vënë në zemrën time. Arnold and I like to joke a lot, Unë dhe Arnoldi më pëlqen ta bëjmë të shakan and we make fun of each other dhe tallim njëri tjetrin about how dumb we really are. për sa budallënj që jemi. It's amazing that God uses us. Është e mrekullueshme që Zoti na përdor. If you want to know how dumb we really are, Nëse doni ta dini sa budallënj jemi, you need to be prepared to stay up one night really late duhet të përgatiteni që të rini shumë vonë një natë and go fishing with us. dhe të ikni të peshkoni me ne I'll show you how dumb I really am. dhe do të tregoj sa budalla që jam. If you looked at our ability, Nëse shikoni tek aftësitë tona, you would say that there's no way we could do the things that God has done in our lives. atëherë do të thoshni që nuk ka asnjë mundësi që ne mund të bëjmë ato gjëra që Zoti na thëriti që të bëjmë. I grew up in a bar. Unë u rita në një bar. I knew how to play bilardo. Unë dija si të lozja bilardo, I knew how to cook.
Dija se të and gatuaja I knew how to fish. dhe dija se të peshkoja. I knew nothing about God other than the terrible things my parents said about Him. Unë nuk dija asgjë për Zotin veç se gjërave të tmerrshme që prindërit thanë për atë. That's all I knew. Kjo është e vetmja gjë që dija. And when God saved me, Dhe kur Zoti më shpëtoi and then I surrendered my life so He could use me, dhe e dorëzova jetën time që ai mund të më përdorte, every excuse I had came to my mind and to my mouth. çdo justifikim që kisha ardhi në mendjen time dhe në gojën time. Lord, I'm too stupid to do that. Zoti jam shumë budalla për ta bërë këtë. And the Lord said, I didn't ask you what you could do. Dhe Zoti thot, unë nuk të pyeta se çfarë mund të bësh, I just asked you if you would do it. unë thjesht të pyetja nëse ti do ta bëje. Look at the next excuse that Jeremiah uses here. Le të shikojmë justifikimin tjetër që përdori Jeremia. He says, let's look and see what he says here. He says, I'm just a child. Ai thot jam thjesht një fëmijë. Well, that was my excuse too. Dhe kjo ishte justifikimi im gjithashtu. Lord, I'm only 18 and you want me to preach? Zot, unë jam vetëm 18 vjeç dhe ti më do mua që të predikoj. I can't do that. Unë s'mund ta bëj këtë. The Lord said, I didn't ask you what you could do. Dhe Zoti thot që unë nuk të pyeta se çfarë ti mund të bësh, I just asked you if you would do it. unë thjesht të pyeta nëse ti do ta bëje. Why do we always have so many excuses for the Lord? Pse kemi kaq shumë justifikime kundrejt Zotit? The Lord says, hey, I want you to do something like this. Zoti thot unë do ta bësh këtë. And people say things like, I hear you, but I can't do that. Dhe njerëzit thot, unë të dëgjoj po se bëj dot. Or I have plans for my life. Apo unë kam plane për jetën time. The Lord did not ask you what your plans were. Zoti nuk pyeti për planet e tua, He just asked if you would do something for Him. ai thjesht pyeti nëse ti do të bëje diçka për atë. But why do we fight with God? Po pse kundërshtojmë me Zotin? Look what the Lord tells Jeremiah in these next verses. Le të shikojmë se çfarë i thot Zoti Jeremias në këto vargjet e tjera, Verse 7. vargu 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Por Zoti më tha, mos thua jam fëmijë, sepse ke për të shkruar atë të gjitha ato të cilët do të dërgoj dhe ke për të folur gjithçka që do të urdhëroj. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Mos i ki frikë fytyrat e tyre, sepse unë jam me ty për të dëshiruar, thot Zoti. He said, don't say that you're a child. Ai thot, mos thuaj që je fëmijë. I will take you wherever I tell you to go. Unë do të marr atje ku unë të them se do shkosh. You know how encouraging that is? E di sa inkurajuese është kjo? I told the Lord, there's no way I can go to Albania. Unë i thash Zotit, nuk ka mundësi që unë të ikin në Shqipëri. And you know what the Lord said? Dhe e di se çfarë tha Zoti? I'm going to take you wherever I tell you to go. Unë do të marr atje sa unë ku të them And të he shkosh. came with me all the way. Dhe ai erdhi me mua të rrugës. Don't say that you're just a child, he says. Mos thoni që jeni thjesht një fëmijë. Jeremiah said, Lord, I can't do that. Jeremia thot, o Zot, unë nuk e bëj dot. And the Lord said, would you be quiet for just a second and let me be God? Dhe Zoti tha, mund të qetësohesh një sekond dhe të më lësh mua të jem Zoti. That's how the Lord speaks to me too. Dhe kjo është se si më flet mua Zoti gjithashtu. Maybe he talks to you differently than he speaks to me, but that's the way he speaks to me. Ndoshta ju flet ndryshe juve, po ashtu më flet mua. Have you ever stopped to think about A keni ndaluar dhe keni menduar that if God called you to do something, që nëse Zoti ju thëriti që të bëni diçka, that he will or has already provided everything you need to do it? që ai ka siguruar gjithçka që ju duhet ta bëni këtë gjë. And he has already planned it all the way through until the end. Dhe ai ka planifikuar nga fillimi deri në fund. Our God is eternal. Zoti jon është i përjetshëm. He's not bound by time. Ai nuk është i kufizuar nga koha. He tells Jeremiah here, Ai thot Jeremias këtu, don't be afraid of their faces. mos ki frikë fytyrat e tyre. In other words, Në fjalë të tjera, any opposition that you will face, çdo kundërshtim që ti do të përballesh, don't be afraid of that, mos e ki frikë, because I will be there to deliver you. sepse do të jem aty që të shpëtoj. Let me ask you this. Le t'ju bëj këtë pyetje. Do you know those people that God has spoken to your heart about several times? A i dini ata njerëz që Zoti ju ka vënë në zemër disa herë, About witnessing to about Christ? duke ju dëshmuar atyre për Krishtin? What are you afraid of? Për çfarë ke frikë? You are afraid that they'll think differently of you, maybe. Keni frikë, ndoshta nuk ju mendojnë për të mirë. Let me say this. Le t'ju them këtë, If you and I live like we are supposed to,
Nëse unë dhe ti jetojmë si supozohet që të jetojmë, those people already think differently of us. ata njerëz mendojnë ndryshe për neve. It's time to do what God has asked us to Është koha që të bëjmë atë gjë që Zoti na ka thënë që ne duhet të bëjmë. and talk to them about the Lord. E t'ju flasim atyre për Zotin. God will take care of us. Zoti do të kujdeset për ne. How many excuses do you and I have this morning? Sa justifikime kemi unë dhe ti, The reasons that we can't do what God has asked us to. arsyet përse ne nuk mund të bëjmë atë që Zoti na tha që të bëjmë. It's time to throw all of that away Duhet të hajdim këtë më janë and to just let God be God. dhe thjesht të lëmë Zotin të jetë Zot. Lastly this morning, Dhe së fundmi and very quickly, dhe së shpejti, the blessing of His call. bekimi i thirrjes. This just proves everything that I said in my last point. Kjo thjesht vërteton gjithçka që thash në pikën time të kaluar. Let's read verses 9 and 10 again. Le të lexojmë vargjet 9 dhe 10. Then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Atëherë Zoti zgjati dorën dhe më preku gojën, dhe Zoti më tha: Ja, I kam mën fjalët e mia në gojën tënde. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy, to throw down and to build and to plant. Shiko, në këtë ditë unë po të vë mbi komë e mbi mbretëri, për të shërënjosur, për të rrëzuar, për të shkatruar, për të shëmbur, për të ndërtuar dhe për të mbërtuar. The Lord said in the verses we read a couple of minutes ago, Zoti tha në vargjet që lexuam para pak minutash, would you just be quiet and quit making excuses and let me be God? vetëm qetëso dhe mos bëj justifikime. And then He touched Jeremiah and filled his mouth with words. Dhe ai preku gojën e Jeremias dhe e mbushi me fjalët e tij. Jeremiah didn't have to rely on his ability to speak. Jeremia nuk duhet të mbajë në aftësitë e tija për të folur. God filled him to be able to speak. Zoti e mbushi që të ishte I mundur të fliste. God provided everything that he needed. Zoti I siguroi gjithçka që atij I duhej And God put him in the place he wanted him. dhe Zoti e vuri në atë vend që ai deshte. And God told him what to do very specifically. Dhe Zoti tha se çfarë ai duhet të bënte në mënyrë specifike. Many times when I was a young Christian, Shumë herë kur isha një krishter I ri, I would sit right where you are this morning. do të qëndroja aty ku jeni ulur ju And I would see great preachers come to preach. dhe do të shikoja predikues shumë të mirë që vinin të predikonin. I would watch great men of God stand behind a pulpit Do të shikoja njerëz të mëdhenj të Zotit që qëndronin pas kësaj and to give God's word. dhe që të jepnin fjalën e Zotit. I would watch missionaries come Do të shikoja misionarët që vinin and share the amazing things that God had done in their lives. dhe që ndanin gjërat e mrekullueshme që Zoti kishte bërë në jetën e tyre. I would watch people stand up and testify, Do të shikoja njerëzit që ngriheshin dhe dëshmonin and some of them would never even say a word. dhe disa nga ne nuk thoshin asnjë fjalë. They would stand up and say, "Can I say something?" Dhe mund të ngriheshin këmbë dhe thoshin, mund të them diçka, And they would just sit there and they would just cry with their hands in the air. dhe thjesht do të uleshin dhe do të qanin me duart në ajër. Some of the best testimonies I've ever heard were that way. Disa nga dëshmit më të bukura që kam dëgjuar ishin në atë mënyrë. I've watched families get on an altar and beg God for things. Kam parë familje që iknin te altari dhe I luteshin Zotit për gjëra And then I would watch God do it for them. dhe pash që Zoti I bënte ato. And as I watched all those people I mentioned talk about what God has done in their lives, Dhe kur I shikoj këta njerëz që përmenda, që flasin për këto gjëra që Zoti ka bërë, and as I watched them and I witnessed all those people, dhe kur I shikoj ata dhe I dëshmoj të tëra atyre njerëzve, I would sit there and I would say this, do të ulesha dhe do t'i thosha, how wonderful God would be to do that for them. sa I mrekullueshëm është Zoti që I bëri këto gjëra për ata. But I never believed in my life that He could do it for me. Por unë kur nuk besova në jetën time që mund t'i bënte për mua. But God can do it for you. Por Zoti mund ta bëj edhe për ju. And if I say, can I say this to you this morning? Dhe mund t'ju them këtë mëngjes, If that's your attitude that God could never do that for you, nëse kjo është sjellja juaj që Zoti kur nuk mund ta bëj për ju, then you underestimate the ability of our great God. atëherë në vlerësoni aftësitë e Zotit ton të shenjtë. God can do and will do anything with anyone Zoti mund të bëj dhe do të bëj çfarë të dojë. that has a willing heart. Me dikë që ka një zemër me dëshirë. I want to say that again. Do ta them përsëri. God can do and will do anything with anyone Zoti mund të bëj dhe do të bëj çdo gjë me çdo kë that has a willing heart to let God do it. që ka një zemër plot dëshirë për Zotin që ta bëj. It's us
who stands in the way and blocks God from doing those things. Është neve që e pengojmë Zotin nga bërja e asaj gjëje. And there are some that try to make their own way when God says no. Dhe ka disa që bëjnë rrugën e tyre kur Zoti thot jo. And there are some that run away when God just told them to do something. Dhe ka disa që vrapojnë dhe ikin kur Zoti thot të bëjnë diçka. Don't run from God. Mos ikni nga Zoti. Don't try to make your own way. Mos bëni rrugën tuaj. Don't try to fulfill your own dreams. Mos mbushni ëndrat tuaja. God has something special for you to do. Zoti ka diçka speciale që ju mund të bëni. And though that thing may not look so big to you or anyone around you, Edhe pse kjo gjë nuk mund të duket e madhe për ju ose për ata përreth jesh, you have to remember who asked you to do it. atëherë duhet të kujtoheni se kush ju tha që ta bënit. It was Christ. Ishte Krishti. And that is a very, very big thing. E kjo është një gjë shumë e madhe.